mirë se erdhët në pjesën e fundit të hapësirës tonë të gatimit. Ne jemi gjithmonë në luftë e sipër, jo përgatisim diçka, jo pastrojmë diçka tjetër. Në momentin e fundit jemi gati. Në momentin e fundit. Dhe të bërë ndonjëherë një filmim në publicitet, të tregohet vrulli punës. Mos hap, ora shka. Mirë, do kalojmë tek receta e tretë. Për anvisat që sapo ju bashkuan ekranit tonë dhe i ftojmë të gjitha të na ndjekin edhe të na telefonojnë, ju të gjithave që jeni përpara reportit, përpara ekranit tonë. Kemi përgatitur 2 receta të vjetra tradicionale, leqenikun e tropojës dhe plëndësin e të gjithëve. Jahni me plëndës, që kemi plëndësin e të gjithëve. Të gjithë e gatuajnë. Se gjithë cili ka plëndësin me vete. Ne e kemi bërë gatimin të përgjithshëm që Nenexhik. Duhet. Çfarë do bësh tani? Nenexhik, djozën, është me jeshilliqe, shkëpus vetëm gjethet. Nuk e bëjmë me djozën të thatë, por me të njomë sepse kështu duhet. Kështu e do rendi, kështu e do shia, patjetër që do shia të tillë. Më ka këtë kjo e fundit këtu. Pra më duhen vezët, tani po i jap edhe një ekzekutim këtyre gjetheve. Shumë mirë, i bëjmë gati. Dhe petullat me kos dhe jeshilloqe kanë këto përbërës. 2 gota miell, 4-5 qep të njoma, kryesisht pjesa jeshile e prer ajo në copëza shumë të imta. 1 gotë kos, 3 kokra vezë, djozmë dhe koper, pak piper i zi i bluar, pak sodë buke, krip si pas dëshirës dhe vaj për skuqje, petulla me kos dhe jeshilloqe. Kjo është receta. E kam nisur me 3 vezë. 3 e para, 3 e dyta. Po për këto petulla minimale 3 duhet të ketë, sepse i duhet është cilësia e vezës, dhe nëse veza është kompakte, kjo më duhet mua, kjo më duhet. Vezët i rrah me pakës fare krip. Do të shtoj kosin. Një gotë është një masë e tillë nga këto paketime të lufrës. Kjo është me 2.5% yndyrë dhe duhet që për petullat të plota dhe t'jenë më, është di pak i trash kosi. Po. E tillë duhet. Në vetë përshindja e yndyrës bën diferencë përgatitja me një yndyrë të pakët dhe me një yndyrë pak më të lartë. Po të doni ju, për shembull, e kisha lënë dhe për vete, po të doni ju, mund të shtoni dhe dhallë. Ku e kishe fshehur si atë dhallë? E kisha fshehur diku këtu te. Se kisha bën ndonjëherë tash dhe e bëra sot me dhallë. Po të doni mund të shtoni dhallë, nëse ju doni që masa të jetë pak me holl, mos u shtoni fare ujë. Po e lë pra si opsion, sepse nuk e di, në masën e brumit shtoj sodën dhe të gjithë masë të kripës të fund. Do të shoj pakës piper, sepse kam... Largova, nuk më duhet tani me ato. Do të shtoj pakës vaj. Më si kam pyetur ndonjëherë këta çunat që ndjekin kaq shpesh receta, se I shikoj se janë shkëto, kanë mësuar ndonjë recetë këta? Si mendon? Kur janë me të dashurat e tyre, gatuan... Makaron do I vetë. Mirë. Specialistin e kafes. Tav me pllaqi me suxhuk. Po, keni mësuar, kemi gatuar edhe këtu, besoj. Specialistin e kafes, përballë. I qanë gjitha llojet e kafeve. Jo, e kam seriozisht, po mendohesha një ditë, thash, këto ndikin për ditë receta, për ditë, se janë të vëmendshëm në procesin e punës. Kanë kapur në një recetë? Nuk din të gatuajnë. Sa janë të dashuruar, gatuajnë. Po shpresoj se kjo është barsalet, edhe unë kam ndeshur në TikTok, po nga një shtet tjetër fqinj. Edhe para martesës,
zemër thot, çfarë do të gatuaj? Edhe thot, kemi opsionet të tjera, kemi këtë. Dhe mbas, kur martohen, dua, qa kemi për të ngrënë? Qa dua sho gatuj vetë? Që kështu gatimin e din. E din, po të së duan, një bje. Shtoj dhe mjellin. Derisa të krijoj këtë masën e duhur dhe një kohësisht, edhe tiganin me yndyrë. Duke qëndruar tigani afër nxehtësisë, është gjysmë bërë vaj. Se ndjeva direkt erën e vajt. Që është ngrohur. Shtoj masën e jeshilliqeve këtu. Ja, pa iku dhe kjo gjë. Ja, ikim produktet. E largoj. Ndjet ajo aroma e mirë e dhjozmës kur të skuqen, sepse e ruan aromën e freskët. Shtoj dhe pjesën tjetër të miellit. Jo më me. Ja vendose atë ndej që të afroj pjatë. Me luk tashmë. Vaj shtojmë pak. Jo që të notojnë petullat në vaj. Po të doni ju, shumë mirë mund t'i kaloni dhe petulla në furr. Mund të piqen. Pra unë jam direkt dy alternativa, sepse dalë ata e që këtëse nga muhabeti po më t'i gjithë vaj. Se mund të themi të njëjtat petulla në furr. Petulla në furr të qojnë qofte. Shkur të sapi. Kemi thënë, petullat kanë mielin më shumë, kurse qoftet kanë erzat ose produktin e perimes më tepër. Tani që mos rime dhe të themi çfarë shet më tepër. Ne jemi me ambisat një dhe duam që t'jenë gjithë gjërat e duhura. Gjërat që na duhen të gatuajmë të gjithë në shtëpitë tona. Çfarë është më kollajt, më shishme? Përse shtoj edhe pakos fare? Jo që masa të jetë miell, edhe të jetë e qullët, por që të jetë e duhur, e butë, sfungjer, duhet të qëndroj. Të them të drejtë një orë duhet të qëndroj. Ne nuk e kemi atë luksin të qëndroj një. Njërë dhe e kemi, Jo, se unë e kam bërë për shembull herën e parë brumin dhe pastaj në syrin tuaj bëj brumin tjetër. Kjo. Po tani edhe këto shpenzime janë, të themi drejtën të shti. Shpenzime janë. Dhe ne vim për anën ekonomike, nuk vim që të shpenzojmë. Absolutisht, po. Bëjmë dy. Ja, ku është ama. Tani vendos. Dhe me shumë dashuri Androniki do më silli pak ujë. Patjetër. E do kështu me gotën... Shumë mirë. Me gotën me kos. Ja. Masa e tjera. Se do të njomet, do të vendoset luga, besoj aty. Tjetër, se kjo nuk më bën. Për të filluar tani me skuqjen e tyre. Pra, çfarë shtuam tek tasi përgatitjes së brumit të petullave me jeshillëqe, patjetër që do të ketë vezën, do të ketë kosin, do të ketë mielin, i shohim pak edhe një herë produktet. Dhe ju i përgatisni në një mëngjes tjetër, ose në një mëngjes si ky, me njerë pasi ta keni përvetësuar recetën. Pra, 2 gota miell, 4-5 qep të njoma, të grira dhe këto të prera imët, 1 gotë kos, 3 kokra vezë, dhjozmë është bima kryesore dominuese në jeshillëqet që do të shtoni, dhe koper gjithashtu, piper të zi të bluar pak sodë gjithashtu, krip sipas dëshirës dhe vajin për skuqje që ju përdorni në familjet tuaja. E ngrohni pak vajin, bëjmë gati këtë brum dhe pjesën shoqëruese. Sa të bëhet edhe vaj? Na ndihmon pjesa shoqëruese dhe shoqërusja. Në çik dhall, se është shumë e mirë. Ka dhe kefirin shumë të mirë. Shoqëron petullat. Mund të zgjidhni pa dyshim edhe kefirin. Në çdo paketim të dhallës për shembull, kemi një pamje të qyteteve tona, këtu zgjodhëm gjirokastra, është këtu. Gjirokastra në Shpatmali. Me kaldrëme të pjerta dhe shtëpi karakteristike prej Guri, ajo është vendlindja e shkrimtarit Ismail Kadere dhe shtëpia e një prej kalave më madhështore në vend, qyteti Gur, Gjirokastra, pesar i arkitekturës tonë.
Okej, është një lloj strategjie që ka zgjedhur Lufra për çdo paketim të ketë edhe pamjen e një qyteti. Dhe mos të harrojmë, është edhe shtëpia e anës që na merr në telefon gjithmonë. Na marrin shumë anvisa, i përshëndesim anvisat e Gjirokastrës. Kjo ishte për te pjesës tjetër kryesore të këtij produkti të vendit tonë, që vjen në mënyrën më moderne tonë, të paketuar kështu me Tetra Pak, edhe një produkt natyral që duhet të konsumohet dhe të kombinohet në çdo moment. Mund të konsumohet dhe merret me vete në punë, rrugës. Është freskët, është miqësore shumë e mirë me pjesën tonë të zorëve dhe kombinohet me shumë gatime të traditës tonë. Është skuqur ajo, të kthehet, se shoh nga ngjyra që ka marrë. Por ndonjëherë nga që skuqen poshtë dhe ky kthimi është ndonjëherë, po patjetër që është problematik se është pjesa e brumit në sipërfaqe dhe shkëmbehet pak me vështirësia, siç ngel pak brumi anash. Mund t'i jepni këtë formë këtë madhësi, mund t'i bëni pak më të mëdha, më të vogla, sipas. Por këto faktikisht, dëshirës. Bën akoma dhe më të mëdha, sepse duhet një tigan. Ky tigan është më i madh, një tigan më i vogël, edhe bëhen që shoqërohen me djath. Unë kam marrë një pirun, pas kam marrë pirun shtremët unë. Si mund t'jetë shtrembur ai pirun? Urdhëro, shife, me një gisht lartë. Habitshme, çfarë mund të ketë ndodhur me këtë pirun? Sigur po na shaneve, dalë të shkët ma i pirun tjetër dalë. Të tregojmë pak Pra ne thosha dhe umë se, është diçka që nuk shkon, po. Se ditë, duhet mendohemi që na ka përfunduar ky piruni në këtë formë. Po, syze që ti shosh më përpara. Ja. Ta ketë patur piruni, thuaj. Fajn, po. Dëgjoj, unë asnjë nuk kam fajn. S'ka pas piruni, fajn, nuk thesh i pesa. Ishte i shtrëmbër. Ja. Mirë, gjithsesi na ndodh ndonjëherë edhe në kuzhinë që përdoren mjetet edhe ja, përfundojmë kështu. Do merremi tani me atë pjesën që kemi treguar dhe her pas here, se kaloi një muaj dhe një herë në muaj në çdo familje bëhet një pastrim gjeneral i shtëpisë, i kuzhinës, i enëve. Kemi treguar plot mënyra që pastrojmë dhe ndriçojmë lugët edhe pirunjt edhe thikat, me sodë, me uthull, me produkte natyrale. Marim, se kemi gjithë sirtarin plot, kështu që nga java tjetër, plotësisht dakord që t'ju tregojmë mënyra krejtësisht natyrale për t'i ndriçuar enët tuaja. E zhvendos këtë më tutje, sepse mvaret nxehtësia cila është. Urdhëro? E zgjodha cila është e imja. Sa po këtë? Ajo e para. Kjo. Ajo e para. Kjo? Ajo më pëlqen. Dashkë edhe kështu. Petull. Do patull. Tani ti duke i shtuar tek pjata, duke menduar për personin që do t'i konsumoj. Unë faktikisht mund të shoqërohen dhe me djathë të bardhë, mund të shoqërohen dhe me gotën e dhallës. Ke si të duash, unë dhallën e kam për vetë. Jo. Vendosi dhe pjesën tjetër, kështu që me sasin që ne shtuam në vendosi pjesën tjetër. Në tas. Jo, se nuk është se do t'i konsumoj unë të gjitha, se janë shumë. Në rregull, dakord. E zuri turpi, hajde. E zuri turpi pa ngrënë asnjë mendor, pastaj po të konsumoj. Ndihet kjo aroma e dhjozmës, këtë shije të jep, janë të buta, nuk thithin vaj. Do të them një sekret. Kur kol ka merr ndonjë gjë, edhe pastaj një gjë të vogël kështu, edhe mbasi e mbaron, ndihet në faj pse e ka ngrënë sepse ka. Është era e tretë që mund të kem ngrënë një herë në mëngjes. Po tani është e vetmja gjë që s'mund t'i rezistosh dot. Një gatim i të mirë që ka të vjen ajo shija dhe aroma e mirë. Dhe kur është, për këdo është kjo pjesë. Sa do mund të jesh në vetëm në fajin regjim, në dietë. Bjelum të ri biles. Lugën pa tjetër, dhe sa më shumë punohet, në gjitha jo, bëhet si pjesë si lastik. Jashtë për shembull, në Azi, në Turqi, ky lloj brumi rrihet me 2 shkopinj. Edhe kalohet në tigan me 2 shkopinj, sepse është ngjitës.
Pra kalon procese dhe faza të tjera. Nuk është se Po e njëjta gjë, qëndron. E njëjta gjë është, po qëndron pak më tepër. Qëndron një Shikosi, ja, e 30 kemi një minuta. Vendosi dhe atë që është skuqur dhe bashkohemi me pjesën tjetër. Balon tahuke. Ashtë Të lumë shinduar, vazhdojmë dhe me pjesën tjetër dhe unë i solla këtu. Kjo është tryeza për sot, jedhim një vështrim me kamerën tonë për t'ju treguar se çfarë përgatitëm. E nisëm me leqenikun e tropojës, një recetë kjo tradicionale, për pak do ta presi Albana, duhet të jetë besoj kulluar dhe më pas e postojmë në rrjetet sociale. Gjithashtu jahnia me plëndës dhe petullat me jeshilloj që shoqëruar me dhall apo me djathin tuaj të preferuar. Këto pra ishin recetat për sot. Ne ju përshëndesim nga kuzhina, të lumshin duart, procesi ynë i punës do të vazhdojë edhe për pak sa të mbarojmë me brumin. Ndërkohë, Rezia vazhdon pas fleshit informativ dhe ju uroj shikim të këndshëm në vazhdim.